i shkon çmimi në 330, të tjerë thonë në 400 milion euro. Çfarë ndodh këtu? Ato ndahen me Ramën dhe Lubin. Pra, po dalin ujrat e zezat të organizacë kriminale, po shpërthejnë në të katër anë. Përveç shqiptarëve, asgjë tjetër nuk mund të shtojë Shqipërinë. Një koment që ende vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është votuar në fleturon zyrtare. Keni një informacion pse akoma? Sepse nëse vendimi i parë që i interesonte Edi Rams u publikua brenda 2 orëve, vendimi tjetër mbahet në zyrtar, nuk zbardhet nga famozja që kryeson gjykatën, e cila është një militante e verbër e Partisë Socialiste, nuk zbardh vendimin në mënyrë që Belinda të Lubia të ketë kohë për të shkatruar dokumenta bashkë me Ramën. Ju e keni pa kamion. Kamion, po çdo natë me thas, me baule, dalin nga kryeministria për të zhdukur gjurmë krimesh. Të gjitha janë zhdukje gjurmë krimesh. Kështu që sigurisht e vonon kryetarja e gjykatës, një militante e verbër e Partisë Socialiste, por edhe ajo do përfundojë ku e kanë vendin ata që nuk zbatojnë ligjin dhe kushtetutën. Zoti Berisha u teprua sot me fjalët e përdorura, me fjalën e përdorur në kuvend, a jeni penduar tashmë pas 2 orësh? Unë nuk isha ndëgjuar kur ndonjëherë gra të përdori fjalë të pista siç përdorin deputetët socialiste. I ndëgjuat vetë ju. Dhe unë u tërhoqja, jo, absolutisht. Ato përdorin fjalë të turpshme, po atyre nuk ka se shiko, po mbrojtë hajdutën mund të bësh çdo gjë pastaj. Kurse ato gjoja u revoltuan nga një fjalë që në fakt po ta shofish është absolutisht edhe gjysmë letrare. Po, më thoni mua për ata që e dinë shqipen mirë, ajo fjalë është si gjysmë letrare. Për atë e përdoret ju për kuptimin letrar. Unë e përdor në kuptimin e asaj që të mos e prish gojën time. E përdor. Kur do mbaroj kilometri i fundit, zoti Berisha? Urdhoni? Kur do përfundoj kilometri i fundit? Kilometri i fundit përfundon me përmbysjen e këtij regjimi narko. Shqiptarët e kanë në dorë dhe janë shumë të vendosur. Faleminderit shumë.